Makina të mira nga Shqipëria do të ketë edhe një automjet që ka qenë ish presidentit të Shqipërisë Enver Hoxha, që ka shfrytzuar të përdor atë automjet. Është flamur i kuq, edhe ai do të ekspozohet aty. Kemi bërë kërkesë edhe presidentes që edhe automjeti Chevrolet i ish presidentit Ibrahim Rugova të jetë aty, sepse megjithatë edhe ajo paraqet një kulturë, paraqet një histori, sepse me atë automjet në një formë është lobu edhe për pavarësinë e Kosovës, ndoshta kishte me qenë, jo ndoshta, po sigur kishte me qenë shumë interesante edhe për rinin me pa atë automjet. Ndoshta automjeti nuk është shumë i vjetër, ama ka shumë biografi të pasur edhe ne po presim një përgjigje. Si ju kanë konfirmuar ende? Nuk kanë konfirmuar. Ne ta bëjmë thirrjen drejt për drejt nga presidenti. Po, se është shumë e rëndësishme edhe për neve, por edhe për vizitorët që kanë me qenë. Do të jetë hera e parë apo jo që do të ekspozohet? Po hera e parë edhe në Prishtinë